Ky emision përmban vendosje të produkteve. Të dashur të Radio Televizionit 21. Këtë javë në emisionin Çka ka me hongër, do shoqëroheni me mua, Lorin dhe miken time asistenten Violetën. Edhe Kajtazi për ndryshe. Edhe Mike nga unë. Edhe ka përgjithë një recetë që unë e du shumë. Edhe po mundona pak më ndihmë. Me gatu sot? Po. Pa hiç nuk rina. Veç me hongër, s'ka. Nuk rina pa hiç. A fillojmë? Fillojmë. Sot kemi një recetë që nuk është fare e vështirë. Do bëjmë një tavë peshku, kemi zgjedhur peshkun koc, cilin unë edhe përdor, kështu zakonisht sepse më pëlqen nuk ka shumë hala. Me domate të vogla ose tomatina, patate, hudhër, ullim, vaj ulliri dhe piper të zik kokër. Edhe kripin më zërë. Po, bërë për të bas shijës. Është një recetë që bëhet shumë shpejt, si që thash edhe në fillim. Peshkun e kemi gati. Bëfshin hajër ata që na i kam pastru. Po, bëfshin hajër. Në fillim, apo do filloj me këto njerë. Do filloj me këto. Okay. Atëre ti letush bëj gati patatën, unë po merret me domatet e vogla. Marrë një pjatë. Një peshkun, kemi marrë vetëm një peshk për një person, kështu që nuk duhen edhe shumë domate. Po, të visa për dekor. Lori që nga bëhet edhe në një tjetër, Lori kështam su me gatu. Më mirë. E bërë gati, se patate do priten shumë hollë. Puna që peshku piqet shpejt edhe pastaj patatet që të mos mbeten pa pjekur, duhen shumë të holla dhe të prera në mënyrë rumbullake, meqense edhe formën e domateve të vogla e kemi rumbullake. Diqysh jam mësu gjithmonë me thikë, si nona tona. Që tjetë përveç, po mere thikën, e do në këtë thikën? Jo, ta shtim theme reqeto dhe në e mora. Se unë ndërkohë të bëj udrën gati për atëre. Se gjithmonë hudra jep shijet një peshkut. Jo vetëm peshkut, po unë udrën në fakt dhe mos për pasta njerë nuk ka pas që se përdor. Edhe tavat ndryshme, apo është shumë e shëndetshme, shumë e shishme, pavarësisht se me hangër kështu është pak problem era, po më ta lesh atje. Qepshe në marifet. E lumshin do të shkat. Kom knoq. Okej, se që është me aftushën. Si kuzhinjerat, tamam. Kemi vënë edhe përkoset e mjeshtërve të kuzhinës. Prandaj edhe kemi pak problem në mas. E ka mirë? Jena mundu me i zgjedh edhe ngjyrat që t'na shkojnë në stilin e peshit dhe të gatimit. Unë jam patriote. Kuqëziti. Po normal. Okej, se hudrat për të qëruar më mirë shtypen në fillim me thik. Shavas më pengojnë flokët. Po në gjë se gjithë kjo heshtje sikur s'ka lezet, apo jo? Nga tregone i thash e thema në gjë qa ke do. Sa shi thëm? Po. Hiq. Se kemi kopa u pa. Apo mos i themi kështu publikisht. Ku t'jemi viqvet. Viqvet, ku t'jemi kafe. Që kanë drama parë. Sa hudra piqet? Ndryshe. Është si mbas dëshirës, sepse këto do priten, kështu që mund një ose dy ose varet edhe nga madhësia, po unë të qëroj një herë këto të treja. Do këtë një edhe një të vogla, po vjen shumë bile. Se është vetëm një peshk, kështu që... Okej, atëherë... Shumë breshte shëndetshme, po... Kornisht, ushqimet i përgatis i mësoj edhe në bazë të shijeve, edhe normale, edhe dukjes, kur ti e di që unë jam shumë merak për kuzhinë dhe kur shkoj në një restorant që provoj në një recetë që më pëlqen, normal që asnjë kuzhinier nuk ta tregon recetën se qysh e tek, sepse recetat zakonisht kofshë zoja zbuloja. Po,
duhet t'i vjedhësh Po, nga normal. shia. Dhe i bëj përapërsisht, normal, se asnjëherë nuk mund të bëhet nëse nuk e ke recetën ashtu siç është, por në bazë të shijes mundohem që t'i përgatis. Këtë tavë në fakt më ka mësuar Kunata, edhe ajo gaton shumë Shumë mirë, edhe ajo. edhe ja ka vlet, e përgatis shumë shpesh, ti e din. Të vetëm këto, mjaftoj. Okej, në rregull. Kam bërë këtë. Suna, po keni punën? Ka. Apo keni punën? Po flisni në gjë, ose Violeta s'po më bën asnjë lloj muhabeti, unë vdisha duke folur. Po ti duhesh me tregu çka qyshte. Po unë e tregova. Ja tani pataten, kumpirëm. Si thani? Në jug të Korçës, se ne jemi nga jugu tjetri, patates ne i themi kumpir, po më duket që edhe këtu i thënë kumpir. Shoq sa kemi Veç mas lufe pi thojnë patate. Pse? Veç me Po grama. kumpir është çfarë është? Është shqip se kam iden. Është dialekt apo jo? Po dialekt. Ë? Ma kushtren? Jo, s'është? Domethënë edhe ne në Shqipëri pas kemi gabime sa dush. Ku ka shqiptar pa gabime? Si ke qenë njërë kur kam honkë? Recet në Ja, Shqipëri. veç primar me honkër. Edhe di qa më thotë? I ka unë ke shtëpia, po kur t'jetë gati një zile, po një zile edhe erda. Do më thënë edhe tavolinën ka raste që e kërkon Zoja të shtruar. Tavolinën e shtrojmë, thuj, edhe e ke ku t'hojna. Po, për atë po, më falë. S'du me ta hupa të nderë, se me të vërtet ti shala s'pres në i dorë, se tani unë gjërat nuk i pres, më kam su gjyshja në këtë mënyrë edhe kështu kam vazhdu. Si këto kushinjerët profesionistë që qik, jam i qike nga ndalshme. Mirë, është mirë të. Ata pres edhe i herë, apo do pres dorën këtu, më duket? S'ka gojle edhe me prej dorën, që thëmë. Okej, kjo është pak e trash, për s'ka gjë. A që troshën e hone. Mirë. Në rregull, e kjo në rregull. Marim peshkun dhe i vejmë pak bukur patatet, që jo vetëm të jetë në shije i mirë, por Edhe për sy. edhe në sy. Ka pak më shumë të zhduhet. Dhe mund t'i fusim dhe brënda që t'i japi shije peshkut, qikuve. Super. Për zbukurim. Gati. Magdanosin. Jo, nuk ka, kjo është shumë e thjeshtë, shumë vetëm se peshku faktikisht të merr sa kokra ulli, të merr më shumë kohë për të pastruar, se sa për të përgatit. Po ti si mbas qepit mundesh me qitë qa dush aty? Po, peshku përgatitet në mënyra nga më të ndryshmet, po me thënë drejtë mua kjo lloj mënyre më pëlqen shumë. Është shumë i shijshëm. Na mbeti kokër. Këtu është në këtë. Jo, kokër është më mirë, sepse i jep më shumë shije. Edhe ka më bukuri, me qenë se kemi përdorë edhe ullint, është një kombinim shumë i mirë. Piperi është i mirë, unë e përdori për gjithkohë. Gjithë shka e përdori. Se di pse më shijan shumë. Që mos ja marrim atë shijen e peshkut, sepse vetëm pak kështu për lezet. Për lezet. Se a jemi të shpejta kështu, jemi, ha? Apo ja kemi fut kot? Okej, këtë këtu. Vaj ulliri. Shkrymë. T'jep mirë kripë. Të gjitha gjëra, do më thënë, unë i bëj me sy. E shof, do më thënë, se sa. Po e u shpjegoj. Atëre për një peshk, besoj që e pat, një patate, nuk e di sa kokra ishin tomatina. Ti numëroj, 1, 2, 3, 4, me sy, do më thënë sa t'ju duket që është bukur, sa ajo më tepër është edhe për shije, po më tepër edhe për bukurit.
Mendoj që peshkun duhet ta kishim kripur edhe një çik, kështu. Nga jashtë edhe brenda para, që ta marri atë shijen, po pastaj mundem edhe si mazë shijes, okej. Tani Asistente, a ke bërë në i gjë deri tani aja? Po, i kam qiru patotën, ku që për bën? Të lumshin duart. Para se ta fusim në furrë, na duhet që një letër alumini, që njëherë të përgatitet me ata avullin e vet. Peshku do rri në furrë në 40-45 minuta në temperaturën 200 ose 220 gradë. Ordëroni. Domethënë, para se ta heqim, pastaj një 10 minuta e lejmë pa letër. Po, besoj. Prit. Një sekond. Ai po ta lejmë. Asistente dhe prap më merr pidore. Për inersi, jam këtu. Tani as më ndihmove kur gjë. Ishi mundur edhe shumë pak. Kështu a? Jo. Po mendoj që kishim hedhë edhe pak fare ujë, po ka një njësë. E se e ka. Edhe patotët. Edhe domatët. Domatët, kështu. Furrën e kemi gati. Mendoj që peshku është gati. Hec më ndihmo që po u përvlova edhe ti bashkë me mua. Jo, bile ma mirë 1 ose 2. Po qa ere që i vjen. Shumë i bukur, e? Të me thonë. Ka mundësi kamera pak më afër se ja vlen me pakët mrekulli. Do me thonë. Peshk koc. Patote. Patate të prera shumë holl në mënyrë rumbullake, domate të vogla, ulli, prera në gjysëm, ulli, majdanos, piper të zi kokër edhe krip. Shumë e thjeshtë për 40 minuta ose 45 minuta, 30 minuta e mbështillim me letër alumini, 10 minuta e lëm pa letër, që të marri atë ngjyrën, domethënë pak si të kuqe rrend, edhe është gati. Ju bëf mirë. Ju bëf mirë.